Dimitar Andonov Papradishki, 1859-1954, portreti një fëmije, 1888-89, vaj në karton. Dimitar Andonov Papradishki ishte zograf i fundit Maqedonas dhe gjithashtu piktori parë profan, jo fetar Maqedonas që hodhi themeljet e pikturës perëndimore në vend. Ai njihet edhe si një piktor dhe portretist historik. Dimitar Andonov Papradishki lindi në vitin 1859 në fshatin Papradishte afër qytetit të Velesit. Andonov në 1882-83 kur ndoqi shkollën hudo-ikonografike në Kiev në klasën e profesor Avi Shevskit, të cilën e përfundon me sukses. Në vitin 1887 ju dha mundësia të vazhdoj studimet e Akademisë Prestigjioze të Moskës, por për fat të keq ai u thirrë në Maqedoni dhe nuk u kthye më për të përfunduar studimet dhe u përfshi në pikturën e babait të tij. Piktura portreti një fëmije është portreti i parë një fëmije si një lloj specifik brenda veprës së Dimitar Andonov Papradishkit. Fytyra e një fëmije që supozohet të jetë një nga nipërit e tij është pikturuar më gjallërisht me tipare të rrumbullakta dhe të buta të fytyrës. Vizatimi është i thjeshtë me linja të buta kontura dhe rrumbullakosja e figurës që kujton një medaljon ekliptik. Buzët dhe sytë e hapur sugjerojnë një pamje të tronditur dhe pak të friksuar, dhe vendosja e trupit është statike, emfatike.